Nga një rrugë pritjesh në një bulevard që i jep zhvillim qytetit. Mirëmëngjesi. Në këtë mënyrë e ka nisur ditën e sotme kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, duke njoftuar sërish përmes rrjeteve sociale përfundimin e ndërtimit për vazhdimin e bulevardit Blagoja Toska në Drenovec, nga qarkorja tek kazirma e qytetit deri në rrugën rajonale Tetov, komuna e Arcës, vendkalimi kufitar Jazhinc, ku është ndërtuar rreth rrotullimi i ri. Përfundimisht pas shumë peripecive dhe shumë sfidave, edhe ky aks rrugor i rëndësishëm i Tetovës po përmbyllet me një projekt të bukur, me një projekt i cili do t'ju shërbej jo vetëm banorëve të kësaj zone, po gjithë qytetarëve të Tetovës dhe gjithë atyre që do të kalojnë nëpër Tetovë për të shkuar drejt komunës së Arcës apo edhe drejt Republikës së Kosovës. Pas 20 vitesh shpritje, bulevardi Blagoja Toska në Drenovec realitet. Tha Kasami, duke shtuar se hapja e këtij bulevardi ka rëndësi jo vetëm për qytetin, por edhe për banorët e komunave përreth. Sot me punimet të cilat i përmbyllim në këtë bulevard, me një investim dikun rreth 400.000 euro, janë bërë punët e këtij aksi rrugor në depërtimin e rrugës që ka të bëjë me eksproprimin apo shpronësimin e gjitha pronave, prishjen e objekteve të cilat kanë qenë në aksin e rrugës, kanalizimet atmosferike, fekal, ujësjellës, trotuare dhe sigurisht ndriçim, gjelbrim dhe më në fund edhe shtrimin e rrugës. Po ashtu po të njëjtat punime janë bërë edhe me rreth rrotullimin i cili e lidh këtë bulevard me rrugën rajonale për në Jazhinc. Segmenti i ri i bulevardit Blagoja Toska ka 557 metra gjatësi, kurse kosto e ndërtimit ka kushtuar 400.000 euro.